Liderët e Evlenit zhvilluan takime e kryeministrin Mickoski dhe ministren e arsimit Janevska për të harmonizuar kërkesat për ligjin për arsim të lartë. Siç informojnë edhe nga qeveria, është arritur konsensus i plot për versionin final të reformave në arsimin e lartë dhe projekt ligji pritet nesër të hyjë në procedurë qeveritare pas dakordimit me partnerin e koalicionit. Vlen thekson se këto reforma nuk janë thjesht ndryshime ligjore, por një angazhim konkret për të ndërtuar një të ardhme akademike të qëndrueshme dhe konkurruese. Vlen është garantuese me këtë ligj universitetet në gjuhën shqipe jo vetëm që nuk do të dëmtohen apo anashkalohen, por do të vendosen në një pozitë të barabartë dhe dinjitoze me të gjitha institucionet e tjera të arsimit të lartë në vend. Rast konkret kemi edhe investimin historik rreth 40 milion euro për kampusin e Nën Terezës. Synimi ynë është i qartë, universitetet në gjuhën shqipe të jenë në krye, të fuqizuara dhe konkurruese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ministria Vesna Janevska informoi se janë shqyrtuar 6 pika, prej cilave 5 kanë qenë tashmë të harmonizuara gjatë diskutimeve të mëparshme, ndërsa për të fundit Hirç indeksin është gjetur një zgjidhje përfundimtare. Ky indeks që përdoret për matjen e produktivitetit dhe ndikimit të publikimeve shkencore kishte nxitur debat nëse duhet të jetë kriter primar për avancimin akademik. 5 od точките веќе беа и порано дискутирани, затоа што ова беше континуиран процес и тие веќе не беа воопшто спорни. Последната точка за која дискутиравме беше Хиршовиот индекс, за кој исто така најдовме решение, тој да не биде основен елемент за како критериум за избор, туку да влезе во додатните елементи за критериуми за избор. Во тој случај, кога двајца професори ќе имаат идентични бодови, пресуден да биде Хиршовиот индекс. Прифатено е. Pasi ta kaloj filtrin e qeverisë, ligji për arsim të lartë do dorëzohet në kuvent para deputetëve.